Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha para gazetarëve përsëriti se betejë e opozitës në parlamentin sheshe do të jetë vetëm në funksion të largimit të qeverisë së drejtuar nga kryeministri Edi Rama. Berisha shpjegoi se opozita nuk pret as nga faktori ndërkombëtar, as nga sistemi i drejtësisë që trozojnë kryeministrin Rama, pasi në bindjen e tij kjo mund të arrihet vetëm nëpërmjet protestave e reagimit të qytetarëve. Fjalën e vetme e kanë qytetarët shqiptar. Ne kemi theksoj, Edi Ramën nuk do ta heqë drejtësia. Edi Ramën nuk do ta heqin deltat. Atë do ta heqin qytetarët shqiptar me protestet e tyre. Gjatë konferencës, Berisha komentoi edhe aktivitetin e kryeministit Edi Rama e numri 2 të qeverisë Belinda Balluku për prezantimin e projektit për ndërtimin e një parku të energjisë nëpërmjet erës, pjesë e të cilit ishte dhe ngarkuara me punë ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë. Berisha sulmoi zëvendës kryeministren Belinda Balluku por shmangu çdo koment për diplomaten amerikane. Nuk e kam pa këtë lajm akoma, do ta shoh, por sidoqoftë duhet të them që Balluku turpron çdo zyrtar të çdo vendi. Balluku është turpi i Shqipërisë, turpi i kombit shqiptar, turpi i qeverisë. Strategjia e opozitës kundër qeverisë Rama duket se do të fokusohet tek protestat. Protesta kombëtare do zhvillohet në 24 janar, ndërkohë që deputetët demokrat kanë vendosur të mos lejojnë zhvillimin normal të parlamentit, i cili nis sesionin e ri të hënën e ardhshme.